14 shërbime të reja sociale u prezantuan sot nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale në kuadër të eventit Fondi Social 2026, garanci për qëndrueshmërinë e shërbimeve për mirëqenien e qytetarëve, ku mori pjesë edhe kryeministri Edi Rama. Kryeministri Rama gjatë fjalës së tij theksoi transformimin rrënjësor të sistemit të shërbimeve sociale në dekadën e fundit, duke theksuar se sot Shqipëria mbështet në mënyrë të organizuar rreth 65.000 individ përmes një rjeti institucionesh dhe shërbimesh në nivel qendror dhe vendor. Drejtësia vendimtare e këtij procesi ka qenë shtrirja e shërbimeve në nivelin vendor dhe përfshirja e pushtetit vendor në mënyrë aktive, gjë që është në hapat e parë për hir të vërtetës, por që në hapat e parë na ka dhënë të gjitha arsyet për të besuar se kjo është rruga e drejtë. Që sot Shqipëria të kujdeset në mënyrë të posaçme për 65.000 individ është diçka shumë domethënëse. Dhe nuk janë 65.000 individ të cilët i prek një sistem financimi, por janë 65.000 individ të cilët i prek një sistem i organizuar institucionesh, pikash shërbimi, kujdestarësh dhe kështu me radhë. Na duhet që këtë proces decentralizimi ta thellojmë, ta bëjmë më të konsoliduar dhe në ndërkohë të rrisim patjetër edhe cilësinë e jetës nën strehët e kujdesit shoqëror. Gjatë vitit 2026, Fondi Social do të financojë 14 shërbime të reja të dedikuara për fëmijët dhe nënat në nevojë. Fëmijët dhe të rriturit me aftësi ndryshe, të moshuarit, gratë dhe vajzat viktima të dhunës, si dhe për fëmijët pa kujdes prindëror.